Roji oblikës në anën e malit është shndruar prej kohësh në një vend grumbullim mbeturinash, ku mbizotërojnë mbetjet plastike dhe ato urbane. Pamja që ofron sot kjo zonë natyrore është më shumë ajo e një landfilli se sa e një burimi ujor që dikur kishte funksione të rëndësishme për komunitetin. Banorët e zonës, të pandërgjegjësuar për pasojat afatgjata në mjedis, hedhin çdo ditë mbeturina në rrojën që kalon mes banesave të tjera. Kjo sjellje e përsëritur jo vetëm që ndot ambientin, por tashmë ka filluar të dëmtojë dhe argjinaturën, e cila është cënuar ndjeshëm nga rreshtet dhe prurjet e ujit. Gjendja është përkeqësuar vit pas viti, dhe megjithse kjo problematikë është evidente dhe e njohur, nuk është marrë asnjë masë serioze për rehabilitimin e rrojit dhe kthimin e tij në funksion të banorëve dhe natyrës. Një nga problemet themelore është mungesa e ndarjes së mbetjeve që në burim. Pa një sistem menaxhimi të mirëfillt dhe pa ndërgjegjësimin e komunitetit, roji oblikës rrezikon të humbasë çdo vlerë ekologjike dhe të vijojë të mbetet një plagë e hapur për mjedisin dhe jetesën në këtë zonë.